Tash po duket doktor Gjeladini po bëhet gati për me e bëni vizitë apo? Tek e vajza e cila shndron aty në karrigen e dentistit. Bukur. Hadi shopping tendesin drejtën. Pas pas me lëviz këta dhëmbët. E po ashtu? A kemi ani det me largu ata që po lëvizën? A qëta është këmë largu? Puni me a? Apo do në mi largu stasht? Ja, se mandej mësë... Po qanë, a qanë ti? Jo. Ani mas emisionit këna mi largu, apo? E kush i pagun? Mami. Jo, sot s'pagun kërkoshit. Sot i pagu jone, apo? Okej, mami. Mirë shumë, apo do në dikush tjetër? Dars, apo do në? A? Pse? Adi? Hajde. Hajde të shopping. Hajde, ja qëtë ti për parsën. Hajde, Adi për ndryshe ka qenë për herë të parë dje si pacient, edhe sot e knaftu në emision. A pja qëtë për parsën? Hajde, Adi. Qëtë e për parsën, te? Hajde. Okej. Hajde, të marrëm një pasyre. Hajde, më ndihma, qatë më. Ishte nojë. Okej, në rregull. Hajde, apo e të pakësh? Okej. Na e këna pa dje, dhëmbët apo? Edhe a këna rregullun dhe i dhëmbje? Jo, pse? Se s'ka pas nevoj, apo? Se gjithë dhëmbët kanë qenë shëndosh, apo? Vetëm ka arë një vizitë dhe ka kalu shumë mirë, apo? Darsi, apo vjen Darsi tash? Apo, bravo! Për ndryshe Darsi është për herë të parë, sot ka arë. Hajde. Adi, a pja qëtë për parsën ti? Hajde nga dalë. Veç ka me në pasyre. Që t'ja për të parsën? Po? Nga pu, masa. Bërë që po ka legamen tjetër, edhe të shofim se që shi ka Darsi dhëmbët, për ndryshe Darsi është për herë të para, po? Sa vjeti ki? 100 herë. Po harroj, unë e i kumbush do vjetash. Hajde të shofim? Shumë mirë. Me kanë kjo arsat. Që miku jam unë. A pje kontrolon? Hajde. O prej me pasyre? Hajde. A për vëtë fatë. Okej. A i ka mirë? Mirë. Kush po do mu ba dentist edhe kush pacient? Krejt dentist apo do i mu ba? Dentist krejta? A i kini dorzat? Maskat? Bravo. A pytim gjazhin durim, a kemi marrë koha e përfundojme? E përfundojme misionin? Apo? E përfundojme? A i kësh mirë, po? Mirë shumë. A i përshëndesim edhe një herë gjithë dëgjus edhe shiqus të radios edhe të vedugazhinit? Apo? Përshëndetje gjithëve, faleminderes. Falenderojmë doktor Gjeladinu Ikoni që ja me fëmijët. Po shumë simpatik, shumë knatësi. Knatësi e madhe me i pa fëmijët që kanë thy këtë stereotipin e frikës ndaj dentistit. Tash siç e patë edhe në video dhe dëgjuat edhe përmes zërit, bisedat e këndshme shumë të afërta edhe kombinuar me pak psikologji traklas, se kështu e duan fëmijët. Nga doktor Gjeladini, bëjnë që fëmijët me mos me pas frikë mo për me bon një vizitë rutinore ose thjesht me u kontrollu te dentisti. Bile ata këto bëjnë me shumë knatësi. Po bra, e falenderojmë edhe durimin, do t'jemi prap në lidhje me të, ka pjesa e fundit të emisionit Reload, kështu që tani pak publicitet, do i themi disa fjalë për partnerët tanë. Edhe do flasim pak për partnerët tanë, është kompania telekomunikuese IPCO dhe Italian Petrol. Kur jemi te IPCO, njëra ndër